Psikiatri Neli Demi ka analizuar situatën në të cilën ndodhet Armando Broja. Sipas tij, sulmuesi i kombëtares ka nevojë për psikoterapi. Në një postim të gjatë në Facebook, Neli Demi shkruan: "Nëse do hipotetizoja një vlerësim psikosomatik të Brojës, do theksoja që gjendja e tij paraqet shenja të qarta të impulsit të frenuar motorik të zakonshëm të lojtarët që kthehen nga dëmtimet të rënda të gjurit. Shenja kryesore në lojë si pasojë e moskalimit të kësaj traume, jo fizikisht por mendërisht, mund të shpjegojmë atë që po shohim tek Broja së fundmi: nisje të ngadalta në sprint, shmangje e dueleve fizike, hezitim në situata të shpejta, zgjidhje më të sigurta në vend të intuitës agresive, shpërthim i ulët dhe mbyllje e pasigurt e aksioneve. Po të bëjmë një interpretim klinik, mund të vëmë re ankth anticipatori i rikthimit të dëmtimit, nënvetdije somatike frenuese, ego trupore e lënduar, fragmentimi i agresivitetit instiktiv që ndikon drejt për drejt në stilin e lojës së një sulmuesi. Sportisti është fizikisht i shëndosh, por mendërisht i fiksuar në modelin ruaj veten. Rreziqet nëse nuk trajtohet janë si më poshtë: humbje e progresit fizik për shkak të frenimit të brendshëm, rritje e ankthit para ndeshjeve, ulje e besimit të stafit dhe e vetbesimit personal, mbi ngarkesë e gjymtyrëve të tjera nga kompensimi i nënvetëdijshëm, ngecje në zhvillimin e karrierës." Mëtej, Neli Demi shton se nuk është në dieni nëse Broja, ekipi i tij në Angli apo stafi kombëtares kanë menduar apo ndërhyrë për të adresuar këtë çështje, por ajo që më shkon në mendje është që Armando ka nevojë për psikoterapi të orientuar te trauma sportive që mund të japë rezultatet e para për 4 deri në 8 javë. Punë psikosomatike me fokus rikonstruktimin trup-impuls, qasje të kontrolluar në duele dhe sprintet e para gjatë stërvitjes, seanca të integruara 1-me-1 psikolog plus trener për të krijuar narrativën e rikthimit. Sportisti ka potencial të plot fizik, por aktualisht tregon shenja të qarta të inhibimit psikosomatik. Ndërhyrja profesionale është e domosdoshme për të rikthyer spontanitetin, agresivitetin dhe ritmin. Model klinik i ndërhyrjes me 4 teknika të kombinuara. Teknika e parë, sipas Neli Demit, është rikthimi i narrativës trup-psik, përpunimi i traumës fizike dhe emocionale, identifikimi i frikrave implicite, analizë e shmangjeve motorike, edukim psikosomatik, si e mban trupi traumën. Objektivi, të normalizohet ankthi dhe të kuptohet burimi i hezitimit. Teknika e dytë, integrimi i nënvetdijes somatike, EMDR sportive, targetimi i momenteve të frikës nga ridëmtimi, imagery sessions për rikrijimin e momenteve të sigurisë së trupit, teknikat e grounding dhe ritmi trupor. Objektivi të çlirohen mbetjet trupore të traumës. Teknika e tretë, rikthimi i agresivitetit sportiv, përpunimi i agresivitetit të frenuar, rritje e impulsit për nisje të shpejta, simulime të situatave 1-1, aktivizimi i eurosalit sportiv pa frikë. Objektivi të rikthehet predatori sulmuesit dhe instikti dhe jo mendimi racional. Teknika 4, rikonstruktimi i identitetit të sportistit, punë me skemat e vetbesimit, narrativa e re, jam më i fortë sepse e kalova këtë, ankurimi i momenteve të suksesit, plan personal i ritmit psikologjik para ndeshjeve. Objektivi, ndërtimi i versionit të ri të sportistit stabil, impulsiv, agresiv dhe i besueshëm. Mëtej, Neli Demi shton se ka shumë sportistë të njohur që kaluan të njëjtën rrugë të vështirë si Broja, por plotësisht të mundshme për t'u kaluar. Një hulumtim i thjeshtë online sjell shumë raste të ngjashme dhe të shpjeguara me literaturë të bollshme. Ndërto janë Federico Chiesa, Alvaro Morata, Alex Oxlade-Chamberlain, Ferran Torres. Nëse Broja punon me këtë komponent, mund të rrisë efektivitetin në zonë, të cilën po e shmang si djallit e mjanin. Broja me këtë qasje mund të rikthehet jo vetëm siç ishte, por si versioni i tij më i pjekur dhe i integruar, thot Neli Demi në postimin e tij në Facebook.